Këtë të martë është zhvilluar provimi i dytë i maturës shtetërore, ku mbi 27.000 maturantë janë testuar në njohuritë e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Pas testit të gjuhës së huaj më 3 qershor, ky është provimi i dytë i detyrueshëm që nisi në orën 10. Maturantët kanë patur në dispozicion 2 orë gjysmë kohë për të dhënë zgjidhje pyetjeve me alternativa dhe zhvillim të provimit. Maturantët janë paraqitur në shkolla që prej orës 8 të pajisur me një dokument identifikimi, kartë ID ose pasaport, ndërsa ashtu si dhe provimet e tjera kanë qenë në rreptësisht mbajtje e telefonave apo orëve inteligjente. 4 provimet e detyruara të maturës shtetërore zhvillohen me një javë diferencë nga njëri tjetri. Testi i radhës, ai i matematikës, do të mbahet më 17 qershor, ndërsa më 24 qershor do të zhvillohet provimi për lëndën me zgjedhje që reflekton edhe me drejtimin universitar të maturantëve. Ashtu si dhe me provimin e parë, atë të gjuhës së huaj dhe teza e gjuhës letërsisë është bërë publike në rrjetet sociale. Pas daljes së rezultateve, të gjithë nxënësit që kanë rezultuar kalues në provime kanë të drejtë të aplikojnë në universitete sipas nivelit të tyre akademik.